Përshëndetje miq, si jeni? A jeni mirë? Besoj se jeni mirë. Para 2-3 ditëve kam shpenda një video me këtë trezi, me këtë pozicione. E kam bërë kryetën anej edhe këtë krah, këtë ushtërimin. E kam shtyp i fje sipër, edhe kokën e kam marrë ansore, ma para dirasës, atë krah majtës. Kur sjallë që kryetën, e shtypsh edhe këtë dorën sipër, më thënë. Disa shok miq që shohin më për internet e ka ardhur shumë mirë edhe për pjesa migrenit, e kanë pas kriza migrenit ose e ngjyshin dhimbje shumë kokët, edhe mas këta lëvizje e kanë filluar me qetësu dhimbjen. Edhe unë kam thënë ta shpendaj edhe me juve, qose shkaku migrenit disa raste vijnë për unazat e qafës, për bllokimet ose për spondilartroza e ngacmimi i nervit në qafës, atër shfaqet se dhimbje, ose si ranim dhimbje mas kokët, ose dikush e një gjon gjyse ranume, ose si pirje, munden e më ba këtë ushtërimin miq, se ky e lëviz atlasën e dalaksisën, unaza nishin ose unaza dyshin, më thënë, edhe qose keni një disbalans të pjesa krytet, më thënë, rinë e shtrengume një në krah, e nimon me drejtu. E keni ve dorën këtu, e keni shtyp sipër, e shikoni krah djathtas, edhe shkoni krah majtës. Shkoni në krah djathtas edhe shkoni krah majtës. Shkoni krah djathtas, munden e më bëj edhe këtë, si këtë pushon, shkon djathtas edhe shkon majtës. Mund ta kërcasën diçka te pjesa kocat, mos keni merak, edhe besoj se e nimon qose keni një problem me migrenit ose një ranim këtë të dhimbje mas kokët, ose qose keni një shesim dhimbje të qafa, mund ta nimojnë. Ditën e mirë edhe mirëpafshim.